Fshati Novoseli, njësisë administrative Zharrës në bashkinë Patos, edhe pse me ujësiellës të ri prej disa vitesh, vazhdon pa ujë pasi ai ende nuk është lidhur me linjën që furnizon me ujë këtë fshat. Banorët përballen për çdo ditë me mungesën e ujit të pijshëm, edhe pse është kryer një investim për ujësiellësin e ri nga bashkia Patos. Sipas tyre, ata vazhdojnë të kenë ujë me orar dhe të papijshëm, edhe pse projekti për ndërtimin e ujësiellësit ka përfunduar disa vite më parë. Ndërsa sipas banorëve, ndërmarrja e ujësiellësit ende nuk e ka lidhur rrjetin e ri, duke i lënë familjet e Novoselis të furnizohen me ujë nga rrjeti i vjetër publik i amortizuar. Përgjatë 24 orëve, ata kanë vetëm disa orë ujë në ditë nga linja e vjetër e ujësiellësit dhe për më tepër, uji nuk është i pijshëm. Ky fakt ka sjellë shqetësime të vazhdueshme për banorët, sipas të cilëve e vetma zgjidhje për komunitetin kelet blerja e ujit në treg nga ato familje që kanë mundësi ekonomike, si dhe përdorimi i ujit të pakontrolluar të puseve që kanë shpuar vetë familjarët. Mënyra që ata përdorin për të siguruar ujin e pijshëm rrisin kostot e ujit, duke i shtuar pagesës së faturave që aplikohen nga ujësiellësi i Patosit, shprehen për televizionin Apollon banorët. Keni ujë të pijshëm? Jo, vlla, nuk kemi. Nuk ka ardhur akoma. Nga e siguroni? E marrim në makinat. Vjen makinat e porta një herë 3 ditë, ose një ditë jo, një ditë po. Se pijet, se s'pijet ne ato pim, që bie makina. Sa orë në ditë vjen në rubinetat tuaja? Pa ato kështu janë, se mo kanë orar ato. Kur t'i bjen, po nuk pijet e. Paguret i paguim neve, po ujë s'ka. Nuk i lem asnjëherë pa paguar. Na ka lënë me atë rrjetin e vjetër. Na lidhin dhe neve me rrjetin e re, të rinë që ka dalë. Majmë dhe ne një qik ujë. Nga biseda me banorët e këtij fshati mësuam se në shtëpitë e tyre ende nuk furnizohen nga rrjeti i ri ujësiellësit dhe ata duhet të presin ujin që ju vjen vetëm pak orë në ditë, i cili vjen nga linja e vjetër e rrjetit për të plotësuar nevojat e tyre. Çështja e furnizimit me ujë të pijshëm për banorët e fshatit Novosel është një problem i cili nuk ka marrë zgjidhje siç ka ndodhur në pjesë të tjera të territorit të bashkisë Patos. Pas ankesave dhe kërkesave të vazhdueshme dhe publikimit të problemit, vijnë punonësit e bashkisë të ujësiellësit, na takojnë dhe bëjnë sikur i dëgjojnë me vëmendje kërkesat e komunitetit të fshatit Novosel, thonë jashtë kamerës banorët që nuk duan të publikohen. Gjithashtu ata pohojnë se autoritetet lokale përgjegjëse për krizën e ujit në këtë fshat flasin për modernizimin e sistemit dhe përmirësimin e cilësisë së furnizimit me ujë të pijshëm, por konkretisht asgjë s'është bërë. Ndërtimi i ujësiellësit të ri në Patos si vepër publike është i domosdoshëm, por kur nuk përmbushen nevojat jetike të komunitetit, ai është jo efektiv, janë shprehur banorët për televizionin Apollon.